Për herë të parë e ritheksoj, kam futur korrupsionin se kam pasur vetëm krimin e organizuar. Ju përmendu diçka këtu në fillim. Dhe thatë aeroportet dhe portet, që janë të shqetësuar. Dhe shqetësimi i tyre është në interesin ton. Tani, i që kam mendje që unë e bëj SPAK-un të kulluar, sepse unë kam kritikat e mia në raport me SPAK-un. Për shumë çështje, për shumë dosje dhe për mënyrën që nuk shkohet te konfiskimi i parave, po i lënë te sekuestrimi dhe një pjesë atyre që janë akuzuar janë kthyer parat mbrapsh. Jemi dakord deri këtu. Po sepse tani nuk do bëjmë statistika se na kënaqen që të mirë kuptohemi. Sekuestro dhe konfisko pa merit. Një sekond, do të hetosh edhe se konfiskimin. Po patjetër. Si? Tani, këtë vizitën, a e shikon të rëndësishme? A e shikon nëse SPAK-u mund të ketë bërë. Jo, prit, nëse SPAK-u mund të ketë bërë gabime deri tani. A mendojnë që këta mund të kenë tërhequr dhe vesh, të kenë thënë që shiko, erdhët deri këtu dhe rruga juaj në këto 3 vite të mbetur ose 3 vite që kanë mbetur nga mandati këtyre, se nuk e dim kush si do mandatohen, a do rimandatohen prokurorët aktuale të tjera me radhë, se mbaron në 2028-ën. A mban mend diçka? Që është? Kur kemi qenë këtu edhe bën një foto ajo zëvendësja e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe dilte gjithmonë bravo dhe thamë ne këtu që bravo. Bravo zgjodh, pra e kishim të qartë. Ne dinim që bravo do zgjidhej. Tani kush do zgjidhet pas bravot? Nuk e di. Ajo zonja, duket ajo Beko. Sa ajo është futur në korrik të 2021-shit dhe do të marrë mandat 2029, mos gaboj. Bravo do thotë do ta mbaroj mandatin 2028 si prokuror. Se vazhdon mos si drejtues i prokurorisë. Po edhe si prokuror, sepse ideja është 9 vite ka mandati. 9 vite. Pra do thotë, jo SPAK-u si institucion ka 9 vite si mandat. Jo, këta. SPAK-u do vijojnë. Se në opinionin publik është vendosur si ide që po shitet edhe tani në këto koda shikoshti që SPAK-u mbaron 9 vite. Jo. SPAK-u vijon, riemërohen prokurorë të tjerë nga KLP-ja që do të do marrë mandat tjetër apo një pyetje do të jetë zonja sepse mbaron mandati jo. Në rast se ti thua që amerikanët, europianët kanë bërë SPAK-un, mirë, edhe populli shqiptar brohret bravo dhe këtej nga mjesi deri në darkë të pagunin në fund fare ato faturat që vinë nga gjykatë ndërkombëtare. Tani e vërteta është që amerikanët kanë thënë tek ligji organik i SPAK-ut nuk lejohet të vendosim të njëjtin prokuror sepse bën zakon punën. Pra atëherë fillon qokat. Pas 9 vitesh. Pa, do t'iki prokurori. Okej. Do t'iki edhe drejtuesi i prokurorisë. Do të ketë një mandat. Dhe prandaj amerikanët insistuan nga aspekt teknik flas tani që të futen edhe tek ligji organik që ka 84 vota në parlament, edhe te kushtetuta që ka 94 për me bën ndryshimin, që t'ia ndalosh emërimin dhe rizgjedhjen e drejtuesit të prokurorisë. Vetëm të drejtuesit, e rizgjedhjes. Për rizgjedhjes. Po asnjë nga këta nuk ka mundësi të rizgjedhjes, sepse u mbaron mandatin. Le ti mbaroj sepse ti mund të futesh të bësh një pakt politik edhe ta korrigjosh problemin. Po është pakt politik. A është apo jo? Saktësisht që do duhet të bëhen ndryshime kushtetuese që të votohet në parlament që zotërinjve që mbaruan 9 vite t'ju jepen ndoshta edhe 9 vite të tjera, po ndoshta edhe më pak, mund t'jepen 3 vite, 6. Po çfarë kërkon? Vullnet politik. Do bëhet. Vullnet politik. Do bëhet. Po pse ti mendon se jam përfaqësues në një parti politike parlamentare që tema të si një ndjekës shumë i mirë i aktualitetit politik dhe juridik. Unë mendoj që duhet të bëhet. Unë mendoj që duhet të bëhet. Ta marrë mandatin. A të bëhet apo jo? Altin Dumani tha që jo të gjithë meritojnë marrjen e mandatit për të dytën herë nga këta prokurorët. Një sekond që mos të bëjmë gatrim tek opinioni publik. Unë them që prokurori i SPAK-ut, jo këta që janë, këta për mua do t'ikin të gjithë me radhë, nga fillimi deri në fund. Se janë militant partie, po 20, po janë militant partie pa përjashtim. Mirë, zero profesionizëm. Profesionalizmi profesionalizmi për mua është zero. Të gjithë 20 do t'ikin. Tani ne duhet të bëjmë një marrëveshje me popullin. E t'i themi, duhet të bëjmë një reformë të gjerë profesionale e cila të normohet nga parlamenti, po llogaridhënien këta ta japin tek populli. Ç'të japin tek populli? Këshilli i lartë i prokurorisë, KLP-ja. Do fuqi vlla, do fuqi të ndërgjegjësosh popullin, do fuqi të informosh popullin. Kur prokurori do gaboj, populli e ndëshkon prokurorin. Po është në gjendje popullit. Dhe jo ato karafilat e KLP-s, a do vish të pish kafe ti me mua, sikur ato ishin në shkollë, në bank të shkollës të vitit para apo të vitit fundit që po ikshin nga shkolla. E mesme apo fillorja.
E kupton ku jemi, në cilën situatë jemi, e kupton kush kanë ardhur? Pra prandaj, unë nuk e them a do bëhet apo jo, se ti ta dish partitë kryesore të këtij vendi duan ta jo vetëm ta shkërmoqin, por edhe ta vendosin më bukur se sa e kanë, edhe aq sa e kanë lënë. Ç'duan ti bëjnë? Ore, ti duhet të kish parasysh diçka. Çdo pushtet don të jetë aty të një pushteti tjetër që të futet edhe të ndërhyj e të bëjë çfarë të doj shpirti. Edhe kaq sa ka bër për zotin Rama është shumë bukur. Po ku ke pat ti nder më zotri të bëj ty prokuroria posaçme në zgjedhjet 2025 të merr Erion Velin, që Erion Velia do të ishte rreziku i Edi Ramës. Ku e ke pak të nder ta bën vetëm ku? Vetëm këta ta bëjnë këtë nder. Ku e ke parë që të fitoj Partia Socialiste pas gjithë këtyre skandaleve, që të merret Altin Dumani, Arben Kraja, Milonaj e të tjerët me Sali Berishën? Ku e ke pati këtë gjë? Ku e ke pati të merren me Ilir Metën edhe të tjerë për gjëra të cilët nuk është se i kanë kapur në flagrancë, dhe thoja ti kapshin në flagrancë, edhe ti kapshim në një gjë që është e rëndë, hajde ta shtyj muhabetin. Por ti e shikon që këta çfarë do përdorin? Dhe kush është tani manuali i këtyre kur të vinë tani? Kur të bëjnë arrestime, se këtu e nisën, kur të bëjnë arrestime, njerëz do thonë kanë shkuar në Amerikë tani këta, kanë marrë dakordsi, dhe këta brenda partive të ndryshme do thonë, tani s'kemi çfarë të bëjnë çuna, se jemi në situatë vështirë. Ça? Do vi ambasadori i ri. Ne nuk e godasim dot këtë, se do të shikojmë çfarë janë ambasadorit të ri. Do vinë një zotni burr ambasador ama. Një general po erdhi, ha? Tani vlla, nuk kam dalë këtu. Një sekond. Nuk kam dalë unë këtu të them kush është i bukuri, kush është i ndershmi, nuk kemi këtu të vlerësojmë këtë gjë. Vlerësimin e bën qytetari shqiptar. Unë kështu jam mendimet. Unë dal këtu, dal për veten time, të dalin qytetarët shqiptarë dhe të shikojnë, a ka qenë Yuri Kim shërbëtori i Edi Ramës? Ky që do vi, kuj do të jetë shërbëtor? Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Edi Ramës? Atëre, nuk e qytetarët që e vlerësojnë. Po do shqiptarët ta zgjidhin. Janë ata politikanët që e dinë shumë mirë se raport kanë me ke. Unë po të them ty që rruga e Elbasanit në rast se do të vinë në linjën e dur që qytetarët shqiptar presin që këtu të ketë gardian që të ruhet demokracia dhe zhvillimi i Shqipërisë dhe Shqipëria të jetë partneritet në gjithë botën, mendimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ashtu si e ka bërë, ta presim këtë ambasadorin që do na dali. Se ky mund na dali i mirë ashtu si thua ti, po ku diu, unë kam prit. Unë kam të jem absolut. Është i bukur ajo, ka karrierë të madhe. Po e di më di për në kuptimin. Po që është një general, i cili në qoftë se përfaqëson interesat amerikanë. Të bukur vëlla nga jashtë. Po më zotri. Po secili ka interesa të veta, më na kapi një nga një. Ka interesa personale, familjare vëlla. Pse ti mendo se këta kanë interesat personale, mendo se kur ti vi interes personal, çfarë do mendojnë? Të më thosh paragjykues? Po, do të them, po mund të jem edhe paragjykues. Por e vërteta çfarë është? Në rast se unë jam keq, që paragjykoj, këta të më sjellin të kundërtën asaj që unë paragjykoj. A kemi ne sot zbatojnë ligjin? Mirë, okay. Këta të zbatojnë ligjin, edhe mos të bëjnë qoka. A jemi sot në kushtet kur kemi një parlament i cili do duhet të ndihet i shqetësuar nga kjo vizitë kreve të SPAK në nuk ka bërë vepra penale, pse të ndihet i shqetësuar? Po ç'mendon ti për shembull? A ka aty element që do duhet të ndihen të shqetësuar po ty? Pse duhet të jesh shqetësuar kur nuk e bër? Pse duhet të jesh i shqetësuar kur nuk e bër? Po s'pa të bërë gjë mos ki frikë. Po pse duhet të kesh frikë? Një pyetje tjetër. Edhe një tjetër, do të kesh parasysh diçka. Ne sot themi edhe diçka tjetër që është shumë e rëndë. Që është? Sot SPAK-u ka vepruar se po i arreston dhe i fut në burg, sepse drejtësia më pashme nuk bënte. E ke dëgjuar këtë? Po pse kush nga drejtësia më pas? Një sekond. Po sa i ka bërë, më e me po si bëri lavatriçe edhe të shplan mëkatet e tyre të burgut të gjithë këta. Po do të tani. Do të shikojmë. Shiko, e vjetra në politik nuk zhduket kështu si thonë këta. Ozima, bëj një pyetje. E vjetra në politik nuk zhduket kështu. E vjetra në politik zhduket me ndëshkim popullor me votë, kështu e mendoj unë. Jo me drejtësi. Dhe këta çka kanë bërë? Gabimin manualin më të rëndë që kanë bërë me drejtësi. Nuk zhduket politika e vjetër me drejtësi. Ja, më lër të bëj një qendrim se dy veta jemi këtu, ta bëjmë dhe diskutim për qytetarët që kuptojmë të gjithë bashkë. Më përpara hetimin e politikanëve e bënte prokuroria e përgjithshme. Në shumë raste ka treguar që le të themi ky hetim nuk ka shkuar deri në fund, dosjet janë mbyllur e të tjera. Me radhë ka pasur në raste të caktuara edhe ndikime, të cilat janë bërë publike nga ndërkombëtarët e të tjera me radhë. Po erdhi një moment që u krijua SPAK me të mirat dhe të këqijat që e karakterizojnë
Arriti që të vinte disa nga politikanë përballë përgjegjësisë, arriti që të shkunte qeverinë në lloj forme me goditjen e elementëve të caktuar politik të cilët dyshohet dhe akuzohen nga prokuroria e posaçme SPAK, dhe ritheksohem gjithmonë, unë kam parim që gjithë secili nga ata që është i akuzuar prezumohet i pafajshëm deri në marrjen e një vendimi të formës së prerë nga gjykata. Më përpara kemi pasur të vështirë, ndoshta Prokuroria e Krimeve të Rënda ka goditur njësër grupesh kriminale, po kur vjen punat e goditja e zyrtarëve të lartë, dikur kjo mungonte. Zhdima besoje duke ndjekur. Po. Çuditeshim nëse arrestohej ndonjë doganier apo dikush nga tatimet ai i cili ishte kapur në korrupsion. Kjo duket si një gjë shumë e madhe. Mirë po sot, me SPAK-un që thash me të mirat dhe të këqijat që e karakterizojnë, po nuk mendon si u ka dhënë një lloj frike. Po, frike nga mjesë deri dark. Ata zgjon nga mjesë dhe thënë çfarë po bëjnë prokurorët e SPAK-ut. Tani duhet të jemi realistë dhe të themi opinionit publik diçka. SPAK-u u krijua nga fryma që krijuan disa analistë duke dalë në televizor duke thënë Saliu, Iliri e të tjerë hajdutët që kanë vjedhur këtë vend. Kjo është e vërteta. Dhe këta të cilët ishin frymëzuar nga Partia Socialiste, se po t'i kapësh disa analistë duken e kanë tabelën kështu nga mjesë deri në darkë, dhe thoshin SPAK-u, Altin Dumani, bëri Hatan, arriti Namin, i bëri të gjitha këto. Mirë, në një kohë të caktuar ti shipe që shumica e analistëve, mirë, thonin pro SPAK-ut. Pro. Po është drejtësia e re, mos dima, gjithsesi do ta pranonte. Deri në 2025-ën, prit. Sa po doli skandali i Akshit dhe Ballukut, ato analistë që dilin pro SPAK-ut, a dilin tani analistë dhe thoshin SPAK-un e ka kap Sali Berisha. SPAK-u është lojë e amerikanëve. Çfarë ndodhi me Ballukun? Tani lind pyetja tek qytetarët e thjeshtë, sepse unë do të them të qytetarët. Pas kanë qenë time që kontrollojnë qeverinë. Ata analistë koherent që nga mjesi deri në darkë dilshin edhe vetëm se nuk i kishin bërë SPAK-ut mos them ndonjë larje nga dashurie dhe se kishin larë të gjithë këtë godin nga mjesi deri në darkë. Ku janë ata? Se këtu duhet të çuditemi, popull i dashur, këtu ne duhet të çuditemi. Pse disa analist nga mjesi deri në darkë, Altin Dumani, shpëtimtari i fëmijëve tan, 20 prokurorë, shenjtorë të Shqipërisë të ardhmen, drejtësia funksionale 2016 në vazhdim. Ku janë ata sot që thonë SPAK-un e paska Saliu? E kupton tani, do të me fol me veten. Mirë, pra do thotë që SPAK-u i paska tronditur fort qeverinë që dhe po jo mor zotri, sepse pikërisht ky është manuali që të duket te populli që SPAK-u është i pavarur dhe ai që është viktim, kush është? Nga kjo drejtësi. Kush është viktim? Edi Rama. E kuptove tani? Po mirë, unë e kuptoj analizën tuaj. Shiko, ne pranojmë që zhdima. Pra, Enveri si bënte? Si e bënte Enveri? Se kështu është, manuali është i njëjtë, më zotë shqiptari jemi, nuk besoj apo kemi dredhuar. Jo, pa, shiko, shumica që na shikojnë. Dakord, kanë jetuar mund ta bëjnë atyre. Tani sofistikimin. Dëgjoj mua. Ne tani jemi këtu të freskët, po ne flasim te këta që kanë vite me kohë, me radhë. Edhe i themi, ç'a bënte Enveri? Ata dalin tani edhe rikujtojnë edhe thënë, ç'a bënte ai? I përdorte, i flakte dhe vdiq. Po sa arrestoi dikush? Enveri. Flasim për Enveri. Ndërsa ky i përdor e kishte Shqipërinë rrethuar me tela. Po presim çfarë do ta bëjnë, do ta marrin këta apo do ta marrë Zoti? Është shumë e thjeshtë kjo. Jo, një sekond. Po bëqyr Balluku, si ishte e njëjta situatë ishte. Po kjo tani mbesa e këtij do të. Po këtë pra partia e mori, e kupton? O zotri, manuali është i njëjtë, pra mos më bëni mua krahasimin. Drejtësia e re që fuste doganjer, drejtësia e vjetër që fuste doganjer dhe drejtësia e re që kapi këta bëri nam. Ta mashtrime për opinionin publik, që populli të kënaqet me bra arrestime, në fund fare faturat e shtëpia, rritet taksa, rritet benzina, ulet ose nuk rritet fare. Nuk rritet pensioni. Nuk e kam atë fuqinë e zërit të kundërshtoj sot. Ti kur më thua diçka unë edhe sikur të duhet të reagoj se nuk mund ta pranoj dot. Je duke abuzuar me gjendjen time. Jo, nuk mund ta pranoj. Po edhe unë jam keq, po. E vërteta është e vërteta është kjo, që ne duhet i themi qytetarëve shqiptar këtë gjë. Të jem të sinqert. Po, edhe unë dua drejtësi funksionale. Sepse ne edhe unë pjesë e kësaj shoqërie jem. Mirë pra. Por unë duhet të them këtë gjë, nuk gëzohemi tek burgu i tjetrit dhe tek gropa e tjetrit që bëhet në mënyrë të padrejtë. Unë nuk gëzohem.
Dhe unë them statistikat të kthehen te këta një ditë. Edhe do kthehen statistikë, Edi Rama vetë do të bëj statistikë. Ema nxit pak atë Godinën. Ma e një men po te Godinën. Te Godinën ta bëj Edi Rama dhe shumë Edi Rama të tjerë ta bëj statistikë. Ma e them statistikë, ma shpjego pak. Sepse ti mendon ti sepse shiko, duhet të kesh parasysh diçka. Që është? Ne themi që ka 20 shenjtor aty brenda. Që do të pastrojnë. Po thua ti mor bu. Jo, unë them. Po ti, derisa ti më thua, Altin Dumani do të sjellë të ardhmën në Shqipëri sepse do fusin. Po jo ti më. Po mirë, mos e thuaj kështu se ma diskutojmë. Analistët famshëm që bën, bravo, analistët famshëm, ato që i bëjnë fresk, nuk e solla do ta marr. Ishte Bledi Çuçi në komisionin e mandateve, kur ishte rasti me Sali Berishën, e kam në letër, e thoshte, japim çdo lloj imuniteti. Nuk do të vendosim në diskutim asnjë kërkesë të drejtësisë së re, të normuar nga Partia Socialiste dhe Edi Rama. Kështu e ka thënë. Do ta sjellë rësjetër, qëllimisht. Nuk vendosim në diskutim përpjekjet që bën Altin Dumani. Or ka thënë në komision parlamentare ka thënë aty. Tani kur vet partia për të të njëjtin manual të viteve të mëparshme, është e njëjta parti zotëri, nuk është partia që ka ndryshuar vetë thjesht tabelën. Mentaliteti është i njëjtë, nuk e ndryshon dot mentaliteti. Pse ndruan mendjen ata për shembull? Nuk e ndruan mendjen, por ishte momenti, edhe ju kam thënë edhe prap nuk e pranoni. Zotëri, unë kur kam dalë në media edhe kam thënë që SPAK-u është manuali i Partisë Socialiste dhe përfshin kombëtarët dhe ndërkombëtarët si pjesë e interesit personal, të gjithë thoshin ku del ky me thon këto gjëra. Sot Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ka një problem me veten e tyre, çfarë me SPAK-un, me atë çfarë normuan. Mund ta thoshte dikush brenda Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike që erdhi momenti të hajmë njëri tjetrin? Jo. Ta kam thënë vëlla. Ka ardhur momenti të hajmë njëri tjetrin. Dhe këto janë interesa. Janë interesa zotëri. Pra, ti mendon, do të bëj një pyetje shumë të thjeshtë tani ty. Pas Ramës, kush bëhet kryetari i Partisë Socialiste? Zero. Ti Rama një. Pas, më dëgjoj pak më të them me shpjegim të bukur. Do ma kuptosh, prandaj s'bën në kontradikt, asnjëherë nuk do bi, kurrë nuk do bi. Edhe por as do bi me qëllim që të nxjerrë diçka tjetër më vonë. Po dëgjoj mua tani. Çfarë ndodh me rastin e zotit Rama? Pas zotit Rama kush vjen në Partinë Socialiste? Zero. Pas zotit Berisha kush vjen? Zero. S'ka emra. Merrem partitë kryesore, mirë, që vendosin, që kanë mandat në parlament. Rama mund ta kenë emër, por dos nuk kanë emër fare. Si përdoret SPAK-u, recet i çon çdo prokurorit. Prandaj thash që nuk janë 20 shenjtor aty brenda. Urdhro, na. Urdhro. Çka kanë këta? Këta të dy kanë qeverisur këtë vend. Këta të dy kanë bërë pakte në këtë vend. Jemi dakord apo jo? A kanë bërë 2008-ën, a kanë qenë gjithmonë njëri akuzonte tjetrin me radhë? Po. Tani ne këtë nuk e shuajmë dot nga historia. Në rast se ti je militant, pra jo ti, ti se me ty flas tani. A kupton ti do më paragjykosh mua? Po nuk e kam rëndësi të më paragjykosh ti. Por ai që është gri, do më thotë që shiko, këta të dy kanë bërë marrëveshje. Edhe me drejtsinë e re kanë bërë marrëveshje. E di pse? Edhe me sistemin zgjedhor kanë bërë marrëveshje, që këta të kapin gjithçka. Dhe këta në kodin zgjedhor thonë, unë më vodhe vota ti, mua edhe kështu me radhë, këta i numërojnë, këta i votojnë dhe këta dalin viktima gjithmonë në sistemin politik. Këta dy. Ah, bravo. Tani, pritani. Janë këta të dy. Këta janë. Pas këtyre, kush tjetër, më nuk ka tjetër. Faleminderit. Nuk ka tjetër. Okej. Sepse tani kush duhet si duhet përdorë drejtësia? Si është përqendruar. Si duhet përdorë drejtësia? O zhdima, më lër vetëm. Po se kur unë ty nuk të ndëshkoj dot me votë, se populli mund të votojë të riun, ndërsa ai aty. Ja, pra më lëri moment se thash edhe një herë, të lutem më lëri moment. Më lëri moment. Jemi të vetëdijshëm zhdima për këtë që ju thatë, që marrëveshjet nga 2008 dhe deri sot, pas perdes, i kanë bërë 2 zotërinë në fjalë. Po. A folën për drejtsinë, për SPAK-un. Asgjë personale. Nga SPAK-u. Nuk kam asgjë personale me ta. Asun personale. Por kam vetëm s'kam as drejtor. Për këtë këtu thosha për vulën e këtij. Ja të mbaj një qendrim. E kam mbaj qendrim edhe për Nongrada dhe për SPAK-un që kam marrë politikisht. Po le që ka bërë partinë aty sikur është partia personale. Ja. Asgjë tjetër. Asgjë personale me të dy zotërinë, përveç se më lër sa ta bëj unë qendrimin, përveç se dëshirës së mirë që dua që të kemi një Shqipëri e qeverisur mirë, fort dhe bukur që na garanton neve të gjithë të drejtat themelore që ka njeriu. Po, kush ti mohoi këto? Pra, ti mohon në zgjedhje, shkove votove, po. Ja, pra prit.
Prit. Shko votove. A ishi popull që priste, po jo më tani. Ja sa ta mbaroj, pra se duhet shkoj tek Spaku, pra se tash do të njerëzit se kemi i pamëshirshëm. Hajde, vazhdo. I pamëshirshëm që gëson, vërtet në këtë gjendje që ka. Tani